Sheshi kryesor i Velipojës dhe i Shirokës do t'jenë parkingje me pagesë. Ky është vendimi që mori Këshilli Bashkiak në mbledhjen e këtij muaji. Bashkë me këtë vendim kaloi edhe ai rrjeti të linjave të transportit qytetas dhe ndërqytetas dhe tarifat përkatëse. Miratimin e vendparkimit me pagesë në dy pika turistike në ato të Shirokës dhe të Velipojës. Në Shirok janë të përcaktuar sigur edhe në bazë plan vendosjes që ju kena paraqit, vendparkimi numër 1, ai aktuali që është në qendër në hyrje të Shirokës, dhe vendparkimi numër 2, që është një sipërfaqe përftuar nga shpërndësimet. Ndërsa në territorin e Velipojës janë dy vendparkimet që janë në fillim dhe në përfundim të zonës të sheshit, aty ku është edhe Shatrivani. Tarifimi është i bashkisë, nuk kanë mbylluar koncesion as kërkuj. Ju mendoni herë edhe për të mirën e qytetarëve, po jo me i fut vetëm dorën xhep taksa, pagesa, dhe ku po shkojnë këto taksat e tyne se i fol me ma përpara? Në pjesa më e madhe po shkojnë për paga punonjësish. Dhe nuk po kthejnë shërbime. Leni aty janë vendet, nuk është bën ndonjë mishmash aty në për ato parkingja, as në Velipojë as në Shirok, as vendi i ndam dhe kanë nej automjetet, nuk është se janë çu turma makinash për mu parku aty. Mendoni ndonjëherë edhe për qytetarët, jo vetëm gjoba policia bashkiake, jo vetëm parkingje me pagesa nej, po doni me i badhe në qytet apo i bini mas i mujt, 2 mujsh, 3 mujsh, kur t'ju teket, ndërkohë që thoni është ba plani i lëvizshmërisë na plan s'kena pa kërkum, mendoni ndonjëherë që këta qytetarë ku dojnë me parku, dojnë mu fut në liçe, apo në det, me parku makinat. Sa është dikush edhe që s'ka mundësi me pagu. Debate pati mes këshilltarëve edhe mbi vendimin për ndryshimet në buxhet, të reflektuara këto edhe me shtimin e vendeve të reja të punës në disa drejtori dhe institucione varësie. Ndryshimet në buxhet duhet të kalojnë patjetër në dëgjesë publike. Dhe na nuk kalojmë dëgjesë publike një vlerë shumë të madhe prej 3 miliard lekë të vjetra. Pra është jashtë ligjit, prandaj na nuk duhet me kanë pjesë e kësaj. Prandaj që në momentin që vjen është jashtë ligjit. Dakor, po të keni rrugën tjetër për ta njekë një shkelje ligjore. Shkelja fillon që nga ju si drejtues dhe sekretari i këshillit. Shkelja fillon që nga ju. Unë do ta hedh. Po ju e dini që është shkelja dhe po na thoni ta hedhim në votim. Një nga institucionet kryesore të cilat ne kërkojmë rritjen e numrit punonjësve janë zjarr fikset. Kërkojmë që kemi një rritje punonjësish prej nga 42 që kemi aktualisht, shkojmë në 55 punonjës, por rreth 13 punonjës shtesë. Kemi një rritje punonjëse tek njësia e prokurimit, tek menaxhimi i gjyqës penales, tek drejtoria e sportit dhe kulturës. Nga ana tjetër kërkojmë rritje të numrit të punonjësve në drejtorinë arsimore, si dhe drejtorinë e taksave. Dhe taksave është një kërkesë e cila vjen nga drejtoria duke pas parasysh rritjen e numrit të turistëve si dhe rritjen e numrit të njësia akomodimit dhe nevojat që drejtoria ka për me dalë në terren dhe për me kryer funksionet e saj. Nga ana tjetër kemi nevojë tek drejtoria përgjithshme mirëmarrjes së objekte publike si dhe rasti i vendosjes punë të kinemas Shkodër, menaxhimi i plazhit publik pa pagesë Velipojë. Dhe fundit kërkojmë gjithashtu të ketë një rritje numri punonjësve tek ndërmarrja e shërbimeve publike. Kjo vjen mas uljes së numrit të punonjësve në drejtorinë e arsimit, e cila u paraqit këtu kur bashkëkurtimi si një fryrje shumë e madhe e stafit dhe mas një viti të gjys vjen nevoja për mi rrit përsëri. Kja sikur nuk shkon. Qysh prej dhjetorit, kryetarin e bashkisë tuajin, nuk e shohim këtu dhe drejtuesin politik tuajin. Ti bani një kërkesë si kryetar i Këshillit Bashkiak, që kryetari i bashkisë të jetë këtu, është një kërkesë në fakt që ne kena bërë disa herë, të jetë këtu, të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, të përballet me pyetjet, me diskutimet dhe patjetër të kthejnë edhe përgjigje, sepse në fundit e ka detyrim edhe ligjor, edhe moral. Nuk kena na të drejtë të kërkojmë llogari, as këta, as na të kërkojmë zotin kryetar llogari me ardha apo mos me ardha. Patronazhista jeni ju dhe jo na. Dhe me sa shohun, di që drejtorat këtu kanë janë të PD-s dhe të PS-s nuk shoh tani. Nuk është nevoja që të bëjmë komente histori dhe replika mes këshilltarëve. Kjo po vazhdon, qysh se kena filluar mbledhjen, ju jeni me drejtu seancën e mbledhjes. Të lutëm shumë nuk kërarë të me një pasare. Nuk arrim me kuptu aversionin që kanë ndaj progresit edhe nxjerrjen e bishtave kështu
po sens duke kriju dilema false. A bëjmë një zyrë turizmit, apo bëjmë disa pllaka në gjuadal? Le të bim tonë dakord që të dyja duhen. Oferta e momentit ose kërkesa e momentit dhe përparësia që ekzekutivi ka vendosur në këtë moment është kjo. Këshilli Bashkiak i Shkodrës kaloi me shumicë votash rendin e ditës, mes të cilave ndihmën ekonomike për muajin maj, shtesë në buxhetin e vitit 2025, miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit buxhetit të vitit 2024, programin buxhetor afatmesëm 2026-2028, si dhe dhënien e ndihmës financiare për dëmet shkaktuara nga zjarri.